Sa vjeç ishe kur more vendimin që do të bëhesh e famshme? 16 vjeç. Cila është gënjeshtra më e madhe që ke thënë publikisht? Nuk jam shtatzan kur isha. Sa para ke në llogarin bankare tani që po flasim? Jo, se na paksohen po t'i tregoj. Cili është kompleksi yt më i madh fizik? Më kanë ngel çik shtremët nga të lindjet. A mendon se je e bukur pa make-up? Po, jam pa make-up sot. Sa orë në ditë kushton pamjes tënde? Varet. Ka raste 1, ka raste 5, ka raste 10. Cili është sekreti yt më i madh që nuk e di askush? Po s'quhet sekret, po Sa para fitove muajin e kaluar nga Instagrami? me 5 shifra, euro. Cili është gjëja më e shtrenjtë që ke bler ndonjëherë? Çanta Birkin, Sa kushton? 9.300 euro. Cila është reklama më e papranueshme që ke pranuar të bësh? Nuk pranoj reklama nëse nuk i kam qef. A ke refuzuar ndonjëherë para për një reklam? Patjetër që po. Pse? Mbase produkti nuk bënte, se mbase s'kanë qenë të regjistruar me NIP bizneset, Sa influencer shqiptar xhelozon realisht? asnjë. Kush është influenceri që urren më shumë? Nuk urrej, thjesht i shoh të gjithëve anën pozitive. A do braktisej gjithçka për 1 milion euro? Po jo, ti se bën shpejt, prishen shpejt ato. Çfarë do të bëje nëse nesër do t'ju humbisje të gjithë ndjekësit? Deri kthesha zanatit. A ke bler ndonjëherë followers apo like? Ja. A ke tradhuar ndonjëherë partnerit? Qyshja, jo. A je tradhuar ndonjëherë? Në djenin time, jo. Ja, zë kush e ka bërë. Cili është mashkulli më i pasur me cilin ke dalë? Që kam tani? Se më ka mua. A do martoheshe me dikë pa para? Nuk ka problem për mua. Me para pa para, dashuri është dashuri. Sa kushton outfiti që ke veshur sot? Po i ka marrë me zbritje këto, nuk janë vlera realiste. I ke borxh para dikujt? Ja, Sa e paguan qera në muaj? kam shpendime. A ke patur ndonjë periudhë pa para në xhep? Kohët e fundit jo. Cili është momenti kur ke ndjerë më shumë turp në publik? Kur dola ke jo që. A ke patur ndonjëherë depresion? Në djenin time jo, po s'kam pa njëri që ketë edhe të thotë që kam. A është shoqëria jo në depresion? Është shumë. Kush është gjëja më e keqe që kanë shkruar për ty? Ka shumë, po unë nuk e cilësoj më si të këqija, s'më bëjnë përshtypje. A ke kërcënuar ndonjëherë dikë me padi? Kam bërë pa di, po jo se e kam kërcënuar. Me cilin influencer ke patur ndonjë konflikt real? Me asnjërin. A ke bërë ndonjëherë diçka ilegale? Jo, Sa herë në ditë i kontrollon komentet? tani po thuj se fare. A i fshin komentet negative? I fshi të gjitha komentet negative. Kush është komenti më i keq që ke marrë? Nuk kam një koment specifik që më vjen tani në mend, po di që i fshi të gjitha, sepse kushto që të vjen profilin tim, marr energji të mira. A lexon çfarë shkruajnë mediat për ty? I lexoj të gjitha, po nuk më bëjnë përshtypje. Kush e menaxhon akauntin tënd? Vet. Sa shkrepe fotosh bën për të postuar një? Varet kush mi bën fotot, po mi bëri bashkëshorti, shkrepim shumë. Po doli ndaj fotograf, pastaj mbaren punë shumë shpejt. A përdor filtra në foto? Në fytyrë jo, pastaj kështu efekte ngjyra gjëra, patjetër që po. Sa të vërtetë janë ditët e mia normale që poston? Shumë të vërteta, mundohem të jem e vërtet maksimum. Ku do t'jesh pas 10 vitesh? Me në ishull tropikal, me një arë kokosi ndar. A do t'i lejoj fëmijët të tu të dilin në rrjetet sociale? Nëse ato e kanë dëshirë, patjetër që po. A planifikon të largohesh nga Shqipëria? Me shpirt e bëj çdo ditë unë, kështu se sa do e bëj realisht, nuk e di. Cila është ëndra jote më e madhe? Të dal në pension herët e të jem ka ishulli tropikal me atë arën e kokosit. A mendon se të qenurit influencer është një profesion afatgjat? Nëse e bën mirë, çdo profesion shkon në terma afatgjat. A ke pagjumsi? Shumë fare. A je i lumtur me veten si që je? Ka raste që jam, ka raste që normalisht që mendimet ndikojnë dhe të fusin ato ujëra, po overall jam e lumtur. Çfarë do t'i thoje vetes 16 vjeçare? Bravo, Kesli. Vazhdo kështu se dhe arrish. Kush është personi që të ka lënduar më shumë? Vetja, kam qenë shumë ashpër me veten. A besojnë prindrit e tu në atë që bën? Dikur jo, tani janë okej. Nëse do të vdisje nesër, për çfarë do duhet të mbahesh e mend? Për influencer lookun tim të sakt në këtë komunitet. Më përshkruaj me një fjalë personazhet e mëposhtme. Armina Mevlani, Më pëlqen shumë brendi i saj. Sherina Spahiu, Është cool. Angelina Kotori, Është zemra ime. Sara Karaj, Love her brand too. Hati, Nuk e di, ka mixed feeling. Dea Michel, Është shumë simpatike. Rizarta Hoxha, S'kam ndonjë përshtypje. Kozaku, Not my style, not my type. Sara Berisha, Dursaka? Estela Ujka,